Shikues të nderuar, asalamu alaikum. Vazhdojmë me podcastin Merfrim. Misafir sot e kemi hoxhën e nderuar nga Ohri, Sabaudin Zeqiri. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se u gjeta. Allahu ju shpërbleft. Allahu ju nderoj për ftesën. Allahu ju dhash bereqet e sukses në këto emisione që i bëni për të mirën e besimtarëve, shikuesve, duke dëshiruar atyre udhëzimin, ose këto nuk bëhen për interesa, po bëhen thjesht vetëm se i dojmë njerëzit për hir të Allahut. Allahu ju shpërbleft. Amin. Hoxha Sabaudin për ndryshe ishte i njohur për opinionin, disa lajme, kishte disa pengesa atje në Ohor, disa ndalesa, jo mos u bën këto imam atje anë kënej, mirë po në podcastin tem nuk i as penges, as ndales, këtu je fraj, i lirije, Allah i të shpërbleft, veç haku mu shpërndo, e vërteta. Allah ju shpërbleft, Allah ju nderoj për ftesën valla. Me të vërtet është kënaqësi për mua që të jem sot në këtë podcast. Nusë Allah në zëvëgjel që të në jep sukses dhe ta përfundojmë këtë podcast në mënyrën më të bukur që njerëzit dhe ne pari kemi dobi për e këtyre porosive, këshillave që do të përmenden në këtë podcast, për shkak se Allahu Azza wa Jalla thotë wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujtohu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga se përkujtimi ju bën dobi besimtarëve.